20 CEO gjerman zgjodhën të vizitojnë Gjirokastrën, duke u informuar mbi potencialin kulturor, historik dhe natyror të zonës. Ata shprehën interes për bashkëpunime të mundshme në promovimin e Gjirokastrës në tregun gjerman, si dhe për zhvillimin e investimeve që lidhen me turizmin e qëndrueshëm dhe eksperiencat autentike lokale. Wir sind hier I work in a travel agent. Kjo vizitë na ndihmoi të kuptojmë potencialin vendas dhe pasionin që njerëzit kanë për zhvillimin e turizmit këtu. Është padyshim një vend që vlen të investosh, po e mendoj seriozisht. Besoj se investimi i mjaftshëm do të jetë në këtë qytet të bukur dhe të veçantë. I want to bring you a lot of customers up here. Qyteti ndërthur historinë, veçantinë dhe bukurinë natyrore, diçka që kërkojnë turistët modernë. Ne jemi të interesuar të krijojmë partneritete afatgjata. Sipas tyre, Gjirokastra është një qytet me energji të veçantë dhe me shumë mundësi për të zhvilluar më tej si destinacion turistik. It's the first time in Albania and why we have chosen Gjirokastra. Është hera ime e parë në Gjirokastër dhe jam shumë i impresionuar nga arkitektura unike e qytetit dhe mikpritja e njerëzve. Ky vend ka një potencial të vërtet për turizëm të qëndrueshëm. Ich bin aus der Tourismusbranche. Shohim mundësi të mëdha investimi këtu, veçanërisht në hotele dhe bujtina, eksperienca kulturore. Gjirokastra mund të bëhet një destinacion kryesor për turistët gjerman. Vizita e tyre konsiderohet një mundësi e rëndësishme për të promovuar Gjirokastrën në tregun ndërkombëtar dhe për të forcuar bashkëpunimin ekonomik me sipërmarrësit e huaj në një sektor kyç për zhvillimin lokal, siç është ai i turizmit.